Shikues të televizionit të UTA, kemi arritur tek pjesa e intervistës. Ju e shihni që unë kam afër meje 2 kampion, por studion, nëse ndihmon Hakia, kam plot me kampiona sot. Janë nga klubi i karate Sulqini, ata të cilat kanë marrë pjesë nga data 30 maje deri me 1 qershor në Tivar, ku është mbajtur kampionati 29 ballkanik i karates për fëmijë. Dua të filloj kështu me radhë t'i prezantoj, pranë meje kam Irsi Shabanović, kampione ballkanike në kata individuale. Përshëndetje Irsi. Përshëndetje. Gjithashtu kam Tarik Nikezić, nën kampion ballkanik në kata individuale. Përshëndetje Tarik. Përshëndetje. Pastaj kam Elif Selović, medalja e bronzë në kampionatin ballkanik në kata ekipore. Përshëndetje Elif. Përshëndetje. Gjithashtu është edhe Reina Perović, medalja e bronzë. Përshëndetje Reina. Përshëndetje. Kam edhe Amra Zenelović, medalja e bronzë gjithashtu. Përshëndetje Amra. Përshëndetje. Pastaj afër është edhe Liana Lolla, medalja e bronzë. Përshëndetje Liana. Përshëndetje. Edhe me shumë kënaqësi të përshëndetje, mirë se keni ardhur sot në studio, kryetrajneri i klubit të karates ku i tim Suka. Kënaqësi, është kënaqësi të shohësh gjitha këto medalje sot. Njëherë faleminderit për ftesën dhe ju përshëndes. Pro është e vërtetë, domethënë kënaqësi që këto të rinj nga kampionati ballkanik i cili u mbajt në Tivar nga data 30 qershor deri me 30 maj deri me datën 2 qershor. Morën pjesë për përfaqësuesen e Malizzi. Klubi karate Sulqini u paraqit me 18 garuz, të cilin ishin të kvalifikuar nga kampionati i Malizzi. Mirë po këtë herë fati e desh që këto garuz triumfojnë më shumë. Secili garus që ka marrë pjesë do të thotë ka punuar pjesën më të mirë të tij e që ka mujt, mirë po duke e parë se ky ka qenë një ndër kampionatet ballkanike me numër më të madh garuzëve, do të thotë ka pas një paraqitje prej 1895 garuzëve prej këtyre shteteve të Ballkanit, të cilat ato janë 13 shtete. Një punë e paloshme e trenerëve tonë në klubin tonë ka arrit që këto garuz sot sjellin medale dhe ne ishim edhe vitin e kaluar, do të thotë kemi sjell medale, mirë po me disa garuz ishim në atë kufinin, si për shembull kemi Tarikun to i cili është duke bën një punë të paloshme, i cili në çdo garë mund të themi që është i pari, vitin e kaluar ishte në atë kufinin të medalja, mirë po fati nuk e desh, të cilin edhe gjysmë finalen edhe luftën për vendin e tretë e hupi me rezultat 3-2. Kështu që puna ati arriti që këtë vit do të shpërblehet me medale. Ishte një punë e madhe e tia dhe një pasqyrë në kampionatin e ballkanik, i cili arriti të fitoj plot 5 ndeshje dhe mund të them me plot gojë që ishte ndoshta një ndër kategoritë më të forta, e cila filloi në orën 9 dhe përfundoi në orën 4 vetëm kategoria D. Kështu që ishte një medalje me plot merit e tia dhe këtu secili prej tyre ka dhënë një kontribut për medaljen e vet, e cilën sot e marrin me plot krenarinë në qafën e tyre. Dhe mund të themi që kjo nuk është një rasti, por kjo është një rezultat i punës të madhe të palodhshme që trajnerët e klubit tonë po bëjnë me këto fëmijë. Një moment i cili është shpërndar edhe një moment i cili është parë shumë gëzim në fytyrat e juaja të gjithëve, ishte edhe ai kur edhe Irsi shpallet kampione. Ajo është aja maja, si thom, do të thotë është një rezultat për Irsin edhe për klubin tonë, është një rezultat shumë domethënës, do të thotë në këtë moshë të shpallës kampione e Ballkanit. Është një gjë shumë e madhe, mirë po është diçka që e kemi pritur, nuk është diçka që ka ardhur rastësisht, do thotë Irsi të njëjtën punë bën, është e përkushtueshme ndaj ushtrimeve, edhe është pjesëmarrëse në çdo turne e cila shpallet kampione, mirë po kjo e kampionatit ballkanike do thotë neve si trajner na gëzon pak më tepër, sepse është e nivelit më të lartë, ku shpresim vitet e ardhshme që Irsi na prezantojnë, do thot edhe në arena evropiane apo në liga botnore. Atëherë duhet të them me një tekst të veçantë, këto 4 vajza këtu që janë në këtë anën time, do thot këta janë që kanë filluar ushtrimet
pak ma vonë, do të thotë një kohë shumë të shkurtër, prej që ka vazhdu klubi Karate Sulqimi Stërvitjet edhe në anë të Malit, do të thotë për një kohë afër 4 viteve të cilët po bëhen, këto vajza me punën e tyre do të thotë arritën të sjellin, tash mund të them me plot gojë në anë të Malit, të sjellin medalën ballkanike. Do të thotë është një sukses i shumë domethënës për qytet edhe për ne si trajner. Hajde flasim tani pak bashkë me radhë. Irsi, kampione, kur u tha emri yt, si u ndjeve ti? Më ndjeva shumë mirë, sepse më bë kampione ballkanike, që ushtrimi jem është zëvendësuar atje kur shlyp. Ka qenë vështirë? E ki pas zor? Pak a shumë pa. Me kë ishte ajo përballja më e vështirë për ty? Sa përballje ka pasur? Rreth 5 përballje, nëse kem gabim, do të thotë atë frikën më të madhe kemi pas me Turqinë kur kemi punuar, mirë po. Pa me qytetit. Domethënë, por është i cila i ka kaluar secilat me shumë vëmendje dhe me shumë siguri në vetveten. Ishte në cilën klasë jemte? Në 4. Në klasën e 4. Edhe të shpallesh kampione kaq e vogël akoma. Tani për ty, cilat janë ato triket e karates që ti i përdore në këtë kampionat për të fituar? Pa unë për shkaj në kampionat, unë dhe se vaj vedin që të punoj një shumë fort që do të fitoj. Bravo. Tarik, edhe trajneri, pa të fjalë të mira për ty. Ti tani sa vite janë bërë që merresh me karate? 7 vite. U shpallën 9 kampion. Ishte emocioni bukur, si u ndjeve, më thuj pak? Shumë bukur. Tash kam qenë në kampionat Ballkanit tash 4 vjet. E ke shparë medalë. Ka qenë më e lehtë këtë herë apo ke punuar më shumë? Ka punuar më shumë. Ke punuar më shumë. Ndërsa kalojmë tek Elifi, që mban medaljen e bronzë. Elif, për ty, si është merresh me karaten dhe si u ndjeve atë ditë në kampionat? Më thuj pak. Ka qenë e vështirë? Ka qenë zor apo lehtë? Paka shumë. Ndonjëherë më lehtë, ndonjëherë më vështirë, ë? Kur flasim për ndarjen e medaljeve dhe kur vjen me një medalje të bronzë në këtë rast si janë edhe vajzat, si shkon kjo, le të themi, grumbullimi i pikëve apo rënditja në këtë rast për vajzat? Këto do të thotë janë, do të thotë janë ekipore, kjo pjesë, ata dy garusat që individual, do të thotë janë në ekipore që kanë kthy medaljet. Do të thotë janë medalet kanë me 2 fitore edhe një humje, do të thotë se si të vite fitoria do të ishim finale, mirë po në gjysmëfinale humbem, atëherë për vendin e tretë do të thotë kanë korë fitore edhe janë sjell medalet të tyne, kanë qenë aq gëzuar sa që Rena, je në klubin e Karate Sulqini prej fillimit që është hapur edhe në anë të Malit? Po. Edhe çfarë të pëlqen ty më shumë? Pse u shkruve dhe karatea? Shkova se ai klub më pëlqen shumë dhe kam qejf të ushtroj karate. Çfarë ka qenë më zor atë ditë në turne? Në Tivar? Tonë kam pas ashtu, pak ashtu. Pak lehta, pak vështira. Amra, ti si e ndjer? Si ishte për ty? Pak me frikë. Pse frikë? Hajde thuj pak. Kanë kënë shumë njerëz dhe kanë kënë shumë shtete. Shumë shtete, ndërsa ju arrite që të merrnit medaljet. Liana? Po. Si u ndjeve ti? E gëzuar. E gëzuar. Je prej fillimit edhe ti? Jeni gjitha nga fillimi? Po. Sa herë në javë ushtroni ju? Unë 3 vjet. 3 vite që ushtron. Sa herë në javë shkoni? Sa herë në javë është edhe në anë të Malit? Apo më varet ndoshta edhe nga... do thotë orarit e rregullt do thotë i kanë 5 herë në javë, mirë po përgatitjet për kampionat jemi nisë për kampionatit Malit Zi, kampionatit do thotë i kanë pas edhe 2 herë në ditë, përgatitjet, mirë edhe do thotë deri në ditën e kampionatit ballkanik. Do thotë tash vazhdojnë njëjtë me ata përgatitje që i kemi 4 deri në 5 herë në javë, të cilët punojnë jo 2 herë në ditë, por 1 herë në ditë. Atë përgatitjet për kampionatin ballkanik do thotë i kanë pas treningun e paradites edhe mandana prap treningun e masditjes. Për këtë unë i falenderoj edhe 2 trajnerët e mia, të cilët kanë punuar do thotë në kohë të pamatur me këto fëmijë, se i dasum edhe Antigona Ramen, mirë po kam një falenderim veçantë edhe për prindët e tyre, të cilët kanë dalë kohën edhe janë marrë, do thotë kanë ndaj mbas fëmijëve dhe
duhet shumë kohë që ato t'i sjellësh, jo kur gjatë tjetër mos bësh vesh t'i sjellësh 2 herë në ditë në trening, mirë po ata kanë do të thotë janë përgjegjës ftesës tonë, atë kërkesën që kemi pas ne, edhe mu më vjen shumë mirë të cilën mundi edhe këtyne fëmijëve dhe trenerëve të mi është përbly me medalje. Tani kur jeni në gara edhe kur e dini që është radha juaj për dalë, çfarë i thoni ju vetes para se dilni të përballeni me të tjerët? Irse, çfarë thuat i vetes para se të fillosh atë garën? Më pare lutën Zotit, ama sonaj e thu vetes mos më pas frikë, se kur s'kam frikë më sonaj punoj mirë. Bravo. Tarik, ke diçka ti do një trik kështu para se del në gara? Njësoj si ishte. Ju, vajza? Njësoj gjitha. Tani, unë e di që unë nuk di shumë nga karateja, por e di që nuk duhet ta lëndojmë atë tjetrin, apo jo? Nuk duhet t'i bimë për një mend. Si kontrollohet kjo? Thoni pak. Ta janë pjesë katave, të cilët nuk kanë kontakt me kundërshtarin. Nuk kanë kontakt, okay. Po, do të thotë sa pjesa luftave, ajo pjesë është do të thotë që është luftë, është përballje njëri me tjetrin, po, do të thotë edhe fitohet me poena, do të thotë goditja në fytyrë, goditja në trup, nuk ka goditje, do të thotë deri në një mast të caktuar, mirë po ka raste të cilet merren edhe lëndime. Mirë po, duhet ditë që është karate, do të duhet të përballemi me gjithë, dhe të pajtohemi ndoshta edhe me ndonjë lëndim. Po, por për momentin do të thotë to medalja janë të sjelluna në kata, dhe kata do të thotë është lufta me kundërshtar të imagjinuar, që do të thotë që nuk ka kundërshtar, po në një pjesë, po në një herën, atë kthehet vjen kundërshtari tjetër, po në pjesën e tij, në bazë kvalitetit të katës do të thotë vlerësohet nga ana refereve. E mësova edhe unë diçka për karate. Do më prisni ndonjë ditë atje në ato përgatitjet e juaj të vijë dhon. Çfarë do të mësosh ju mua gjën e parë për karate? Thoni pak. Goditjet. Qëndrimet. Okej. Vajza? Çfarë duhet mësojnë gjën e parë për karate? Goditjet, qëndrimet. Edhe katat. Çfarë ju pëlqen juve më shumë? Katat. Okej. Do të vazhdojnë le të themi përgatitjet për pjesëmarrje të tjera ku janë tradhës, ka një kalendar. Edhe një pikë deshta të lidhur te kjo kampionati, do thotë ne te ky kampionat përveç këtyre medaljave do thotë kishim të renditur në vendin e 5 në lufta edhe garusen ton Mia Prelovic, në vendin e 7 Naira Pelinko dhe në vendin e 9, do thotë janë 9 vendet e para të cilët edhe Alanita Sukalic. Për ne edhe për to do thotë edhe ai rezultat do thotë është një domethënie e madhe dhe jemi shumë kënaqur me punën e tyne. Para se të dalim diçka, tani kur përfaqëson përveç normal klubin e vet, si klubi Karate Sulqini, po kur përfaqëson edhe shtetin, është ndoshta edhe një mburrje më shumë për këto medalje? Po, është e vërtetë, do thotë është e vërtetë sepse secila medale ka një domethënie të madhe edhe për shtetin edhe për qytetin. Edhe ne ishim tash mund të themi edhe ato me plot krenari, do të thotë që medalet e tyne kanë kontribu që përfaqësuesja jonë të renditet në vendin e parë. Edhe nuk është e lehtë, jemi përmballë deri ditën e diele, jemi përmballë me Turqinë. Turqia është ndoshta një shtet shumë, jo ndoshta, apo është një shtet shumë më i madh se na. Mirë po, kemi shkuar me medale me atë fjalën popullore kokë me kokë deri në fund, edhe në momentet e fundit ne kemi kaluar një medale përpara, edhe jemi renditur në vend parë. Kështu që secila medalje e tyne do të thotë është merit e shtetit, është një merit e madhe për shtetin tonë, i cili është renditur edhe në vendin e parë në këtë kampionat ballkanik. Tani, arritjet e juaja nuk ndalën. Para se të fillonin këtë intervistë, hyra pak në faqen tuaj zyrtare të Facebookut, edhe pash që ekipi i vajzave të arta i seniorëve të klubit dhe Karate Sulqini janë shpallur kampione të Kupës së Malit të Zi për vitin 2025, duke mbrojtur titullin 2 vite me radhë. Tani, tjetra shkruan që klubi i Karate Sulqini Ana Amalit është i treti në Kupën e hapur të Malit të Zi. Si arritni mërë që t'jeni kaq aktiv dhe këtë thash, do të thotë puna të sjell rezultatin, ndoshta një vit mund punohet shumë mirë, po nga një herë edhe fati nuk don që jemi aty ku duhet, mirë po puna pa u shpërblyt do të thotë herët avon nuk mbetet. Kështu që puna edhe një herë me tepër se vitin e kaluar e tregon sot se ku jemi me medale.
është e vërtet që ishim në kupën e Malit Zi, kupën e hapur të Malit Zi në javën e kaluar në Podgoricë. Ishim në 41 klubi, ishim ndër 3 parë të renditur. Dhe kjo nuk është, edhe njëherë pa thëmë, nuk është rasti, sepse ne këtë vit do të thotë në secilin turnej, brenda dhe jashtë shtetit tonë, në kup edhe në kampionat ballkanik, do të thotë ne jemi ndër parët, e këtë tregon atëherën edhe puna, cilat bëhet puna me seriozitet, të cilat bëhet në klubin tonë, edhe duke e parë që për çdo vit rezultatet vinë rriten, mirë po edhe anën tjetër duke e parë që për çdo vit numri i nxënësave shtohet. Liana, përveç sportit, çfarë pëlqen ty tjetër? Kjo vesh pak për shkollën tani. Përveç sportit, një lëndë preferuar, çfarë ke? Vetëm karate, as kurrë tjetër. Karatea. Okej, në shkollë? Çfarë? Matematik. Matematikë dhe shqipja. Edhe gjuha shqipe. Okej, Amra për ty? Vizatimi dhe matematika. Matematika, nxënësa të shkëlqyer. Reina? Art figurative dhe matematika. Bravo, ndërsa për Elifin? Matematika dhe gjuha shqipe. Bravo, Tarik? Fiskultura. Fiskultura, të sportin mbet Tariko. Ndërsa për Irsin? Muzika. Kemi pasur për muzikë. Okej. Tani t'jeni të mirë edhe në shkollë edhe në karate. Kjo është një rregull të dafi që spari duhen të jenë nxënës shkëlqyer, do thotë që të merren me karate. Do thotë ne masi jemi edhe në shkolla punojmë, do thotë kemi edhe kontakte edhe me shkollat ku nxënësat tonë do thotë mësojmë, edhe jemi të interesuar për suksesin e tyre. Do thotë në momentin që ato fillojnë të binë me sukses, do thotë ne bëjmë një pauzë në karate që duhet të arritet nivelin e shkollës ku duhet, e mandajna në mrapa vjen karateja, të cilët duhen të jenë nxënës shkëlqyer, edhe patjetër që do të jenë edhe sportistë të mirë. Unë ju dëshiroj shumë suksese gjithmonë. Lajmërojmë cilat janë aktivitetet e radhës ndoshta? Është me siguri që shumë klube pasi vera afrohet vera dhe fillojnë pushimet, ne nuk pushojmë, do të thotë ne veç vazhdojmë përgatitjet të cilët kampionati ballkanik ishte një garë shumë domethënëse për ne, mirë po ne në fund të muajit qershor kemi edhe një garë shumë më domethënëse se kampionati ballkanik, që është Liga Botërore, që mahet në Poreç të Kroacisë, ku ne këtë vit do të marrim pjesë me Tarikun në kata. Plani ishte që të marrim pjesë edhe me një garuse tjetër, mirë pa ja për shkaqe familjare do të tonë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk do të jetë këtu. Dhe ne të shpresojmë që të sjellim medale edhe nga arena botërore. Ju dëshiroj me gjithë zemër këtë. Tarik, dëshiroj shumë suksesa atje. Faleminderit. Edhe të shihemi përsëri në studio me medalja dhe me kupa të tjera. Kujtimisht e kënaqësi. Ju dëshiroj shumë suksese. Faleminderit, le të themi që sillni kaq punë të shpërblyera edhe gjëra të bukura për gjithë Ulqinën edhe gjithë anën e Malit. Faleminderit edhe ju shumë për ftesën edhe gjithmonë për përkrahjen, do thotë përkrahja pjesë e suksesit ton është edhe përkrahja juaj e vazhdueshme e televizionit. Edhe një herë shumë faleminderit. Faleminderit. Vajza faleminderit, Tarik faleminderit, suksese. E përshëndesim kështu e mbyllim gjithë bashkë. Si është një përshëndetje e shkurtër në karate, ta mbyllim këtë intervistë edhe këtë emision? Ta duhen më çun kam, duhen me bëu përshëndetje. Çojmë kam? Hajde. Ej, Një të fundit. Mirupafshim.